dhe mbi të gjitha vëlla dhe motrat begatoftë i madh i Zot. Çdo ditë që kalon, ato që janë të ri sot 15-20, 2041 duket shumë larg, ajo është afër. Kur ishim në 2001, mendoshim që është shumë larg, po ja ku jemi. Që kjo botë me shpejtësi dhe me vrapim po kalon. E vetmja gjë që mbetet është besimi, edhe veprat e mira dhe të shkëlqyeshme që bëhen në emrin e Madh të Zot. Prandaj mos e vlerëso si shok të mirë, si shoqe të mirë, si vepër të mirë, sepse vetëm i Madhi i Zot e din se ku është bekimi. E po shikojnë, hasha lillah, tjetri vdes, e ti i merr kartën dhe shkoj merr lekët në bank. Tjetri duke vdek në spital, e ti si çon ujë. E sa zullume bëhet, e sa njerëz pa edukuar ka, e sa njerëz se të një fjalën Zot më uqitsu shpirtin, e sa njerëz kanë përbosh ta hajnë tjetrin, vetëm për pak të interesat saj bote, kur në fakt i Madhi i Zot e ka lecuar shumë se thotë çfarëdo që të kesh merr gjë me vete. Hasha lillah, na kishte bëj Madhi i Zot për jetën të botë, ne kishim bra me kohë njëri tjetrin, po për të përkohshme që do ikim që s'do marrim gjë, dhe ne pothuajse e vrasim njëri tjetrin. Kjo është pra ignoranca totale që arrin njeriu i pa udhëzuar në të mirë.